përmbajtja, a shkon kjo se ti the base edhe ka një falogjikin e të bëjnë këngët, s'ka problem. Por ti përshtat me karakterin politik të dikujt. A më të gjema një këngë patriotike që për me të regon realitetin e për t'i kënë. Zakonisht këngë patriotike janë për me hiperbolizu një ngjarje të regon efektin. Ta shënë me siguri Albinit, po dojmë jam vesh një farideje që për Veriun që e ka luftu krimin, po që unë nuk menoj që ka të bëj ma shumë ka të bëj, se këngë për Albinin ka pasë, në kom pas intervistu, edhe një këngëtar tjetër ka pas bë këngë për të. Ka pas edhe primi Musa. Po, bili kam pas përballë, si njënë ka pas bë këngë me Hashimin. Edhe tani pa ta përballë, po ideja është që kjo e këngëve, mu ma shumë do këtë sikur efekt që do me mri një farë efektit të dënjez caktum. Mos të harojnë që ekziston një farë masë votuse të na, që shumë lidhet me idejnë e folklorit, e një njerit e cili hala për lufton kundër armi, këtë mënë, po unë nuk besoj që i fol kështu shumicës e njerëzve. Mirë, dhe ta përgjigjesh telefon. Argjend, se ke partë këtë? Po konga me sa e di është kë prej Donald Alosh është kënduar në diasporë, më duket, dhe ne tu bim në diasporë, dhe mendoj që qëllimi i fushatës vetëvendosjes në diasporë ka qenë që ta zgjojë në një farë zjarrit tek diaspora me këngën e Çun Mulajt e në këtë kanë mujtë edhe Arif Vladin me thirr. Ju ka përshtatë Albin Kurtit, kënga e Çun Mulajt. Por sido që tjetë, mendoj që logjika e tillë nuk na dërgon kërkun, sepse mendoj që në fushatat zgjedhore duhet të flitet për programin, duhet të flitet për infrastrukturën, për urbanizmin, për zhvillimin dhe jo të bëhen këngë të tilla, por më shqetësu, ne kemi edhe një rast, madje në Podjevi është ndërtuar edhe përmendore Albin Kurtit. Mirë, e ka qenë çështje në pronë private, çështje personale. Logjik, qëllimi i këngës edhe i këndimit që e ka bërë deputeti janë këtë rast Donald Aloshi, ka qenë që ta zgjojë një zjarr të folklorizmit, patriotizmit tek diaspora. Si zog Shqipe, jam Albini Pushk me qite, zonja Maliqe. Kjo është një nga rreshtat e këngës. Sot asocion me personin, sepse realisht ne kur e shohim se si ndërtojnë këngët, pastaj sa mund ta besojmë edhe realitetin që na rrethon, performën se si ndërtojmë këngët, artin ose çka, sepse vullnet po më kështu. Po pse jo, po pse po do. Jo, ta sqaroj diçka se vullneti se kish dëgjuar këngën, tash vullnet. Se dëgjoj këngën. Po gjema një këngë folklorike që e tregon vullnet. Apo më dëgjon, tash ty dëgjova. Kjo këngë është virale në TikTok. Pra, ne dim që është një audiencë shumë e madhe që është në TikTok. është jashtëzakonisht virale si zog Shqipe, nëse ju kujtohet ai refreni që nis. Dhe çek not nga është këngë për Çun Mulën, se di sakt kush e kënon tash, dhe çka ka ndodhur kjo? Një këngëtare që tek e fundit ne kemi unë personalisht kam pas respekt si këngëtare për Edona Lalloshi. Jo, më fal. Unë e nuk kam respekt. Një këngëtare që ka bo hite, që është konsideru që është këngëtare profesioniste, e lejon vetën me ra në nivel tallava, në nivel servilizmi, për mu nuk është këngëtare. Tash çka kanë bo? Tekstin e Çun Mulës janë mundu me përshtat në kuptimin që me i ra taman Albin Kurtit. E përmen Veriun, kur na qiti pushkë bëre Albin Kurti, kur u kanë ko Albin Kurti se ka pas pushkë në dorë. Apo më nënë që ka nga Zagrepit është për një me, a? Leti më nuk po volën për këngën e Zagrebit, janë kanë rrethana tjera, janë kanë, a? Do dhije vërtet. Janë kanë rrethana tjera. Kur bëhen këngë patriotike ko lufte, pas të arsetohet pak hiperbolizimi, se dush pak na intereson entuziazmi. Në mobilizu e krejt këto. Po sot çfarë mobilizimi duhet sot? Vota më rejati. Mas luftës, çka është merren çështja, është pushteti. Pushteti arrijet me vot, a normalisht që ka me bo këta. Ty ke primitivizëm i skajshëm. Primitivizëm i skajshëm nga Edona Lalloshi. Servilizëm, primitivizëm. Unë nuk e di qysh e ndin ajo vetën. Ton atë karjerë me leju vetën me radë në atë nivel. Unë se kuptoj atë qitë. Në më thonë, karjera asaj ka marrë punë më ramë, kur unë e këm një të dëgju që atë parkonge, Albin Kurti, pushtë me qitë. Dere në atë nivelin primitivizëm nuk besoj që... Por bes nuk e
ke dëgju ti? A ke po skenën, masanej kuru për ullqin ata valtarët aty? Nuk është mirë me ullqun dhe që të në primitivizm. Argent, unë jëmë bajaki e kujdeshme në terminologi. Për mu, vazhdoj me menu që ajke primitivizm i skajshëm. Në fushata kemi marrë se cili pjesë edhe njohë. Në fushata njerëzi kap një farloj entuziazmi, një farloj zjarri, tutje. Ma pse jo entuziazm për zhvillime, po entuziazm për pushkën, për